sa është një ari tokë? Ato një ari tokë kushton 5.500 euro. Kemë edhe villa, po villa kushton 120.000 euro, është me 2 orë varë dhe një orë villë, 3 orë, orë është ka 30 euro. Është marramense shumë që po e dëgjojmë në për fshatra. Çfarë musafiri është ai që vjen renigjësuar me kyçet. Edhe ato 50 herë nxjerr telefonin, tan të mirat i kien shtëpi. Kur nuk më kanë. Dhe ulesh e ja hap sy një televizor janë i telefonit dhe me ta quaj zoti dikon, të vjen mërsi. Qysh është e mundet. Në musafir tonë, krejt ta kojshi e kanë ditë të tonë në ashtu. E ngjajshëm i shku edhe unë të ta. Kemi qelë derën të unionit tjetri pa thirr hiç. Ka prove ta kërkmra. Tash është ajo, tash duhet me thirr në telefon, ai jetu shtëpia se po ve pak. A ka kuptim kjo? Çdo ka mod. Kur kemi jetuar qitu, mas darkë që i thomi njerë, deri 1 orë, 2 orë çtu me krejt kushërit kanë anet. Se kum pa thaj ke vllahun që 6 muaj. Përshëndetje për të gjithë miqtë e mi nga unë Eliona. Jemi sot në fshatin e Bajgorës të komunës së Mitrovicës. Si në çdo fshat tjetër që po mbizotrojnë villat, edhe në këtë fshat po mbizotrojnë gjithashtu. E sot jemi ardhur për këtë arsye me e pasi sa villa janë duke u ndërtuar në këtë fshat, si jetohet në këtë fshat edhe çka ka veçori natyrore ky fshat. E shohim bashkë në tutje e jani me mua. Prapa kamera, banorët e këtij fshati na treguan se një ari tokë ka shkuar 30 euro në atko. E sot për sot po shkon mbi 5.000. Apo i rikthehet jeta fshatrave me vila luksoze me shumë gjëra të tjera, mbetet të dëgjohet vetëm nga banorët e këtij fshati. Tani e kemi numrin të cilën e kemi marrë të vendosur nga pankarta për me na tregu një banor i fshatit që jeton këtu ose ka vetëm toka për të shitur, me na tregu sa është një ari tokë. Përshëndetje. Përshëndetje. Po në? Jam Eliona Ajvazi, gazetare. E pam këtë numrin e juaj të vendosur në pankartë, edhe dashta me ju pyet se sa është një ari tokë, sepse e pam që po shet një toka. Në Bajgorë, po në të pluksa. Po. Ato një ari tokë kushton 5.500 euro. 5.500 euro një ari tokë? Po. A i keni bashkë me villa, sepse i pam edhe villa që janë këto të flutrat? Jo, vetëm tokë, kemë edhe villa, po parcella tokës kemë ka 5 ari. Ka 5 ari. 5 ari ka 5.500 euro? Po, 27.500. 27.500 euro. E villat që shi keni, do më thona janë bashkë, do më thonë toka është... Jo, villat kënë këtë shmim, villa dhe mon është me 2 ari o bërë. Dhe villa kushton 120.000 euro, është me 2 orë varë dhe një orë villë, 3 orë, dhe më 120.000 euro villa. 120.000 euro villa. Nëse e marrë me edhe bashkë me tokë? Po bashkë, po 120.000 euro është villa me 2 orë varë. Okej, e që shikini pas ma herët, a më tregon? Ma herët se di, se na i kena marrë për biznes për këtu banorë që thojnë, ari u shku ka 30 euro. Ari u shku 30 euro, e sot për sot? 5.500. 5.500, ma poshtë, ma s'ka e rrugë u shku dhe 7.000 euro. Deri 7.000 euro. Në rregull, faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Është marramense shumë që po e dëgjojmë në për fshatra, që po e kanë caktuar edhe për villa, edhe për ari tokë.
E gjatë rrugës që jemi duke e ba këtu në fshatin Bajgor të komunës së Mitrovicës, ne hasëm pak ma herët në një banor të këtij fshati. Banori i cili nuk jeton këtu, por vjen dhe punon në këtë vend të tij. Është Tushi Strefi, një banori i cili kemi rastin të kemi intervistën bashkë me të tani. Përshëndetje. Përshëndetje, o gjithësi. Mirë, faleminderit. Ju si jeni? Po, mirë. Qysh po kaloni me punime këtu në fshat? Po, mirë, s'po i thom zërë fort. Ka pak po punojmë. Apo veni çdo javë këtu me punu? Valla po thuaj se po. Çfarë punoni këtu në fshat? Pa zakonisht ka pak barshe tash po mirë. Kur vje koha duhet edhe këta barin mi kosite, se bëhet këtu rritet bari shumë. Edhe këta po duhet mi hik. Barshe ka pak mielëm, ka pak fasol, patate. Këto të barshe s'kanë domate, krejt, të gjitha këtu. A veni çdo javë këtu në fshat? Valla po thuaj se po. Tash bile vera, po. A veni veç... pak ma rrallë, a verës, po. A veni me familje edhe na për me kalu vikendin këto, apo veni edhe veç për me bë pjesën e punës? Jo, ty dhe vinë edhe me familje vinë. Këta të rritë po kanë qef me dalë ko për punën, pak t'i do. Sa është rëndësishme me kalu një vikend për shembull në Bajgor? Edhe me pak fjallë për shkru ma fshatin Bajgor. Është te vikendi ku pa të fjallën është shumë relaksues, është t'hiqe të streses, jetojnë Prishtinë që është t'hiqe të streses dhe Valbertesh. është një ajri mirë, është një natyrë mirë. Ujtë është jashtëzakonisht mirë këtu. Uji është mirë, buran prej. Po, vetë burimet ndryshme që ka këtu. Aja vlen, për fëmijë është shumë mirë. E ti fëmija këtu më arë tonë kur vinë, veç ti asfalti, që ti rrafshi që të i shetë e ma, të i lujtë. është fort mirë, po zakonisht tepër të nxonën tash njerëzit këtu. Me këto punë që e një sot tepër të nxonën. Unë kom punuar për viti, për vetën time, mbi 40 vjet I kam për Qa keni punu jo? Unë kom qenë arsimtar. Dhe ku punuar këtu, sigurisht e keni parë ndoshta shkollën ka keni arë, në qatë shkollë ku punuar, do kohë, edhe pak kohë ku punuar ka qanuar, në të katunin ma larga njena që është. Deri sa jam pension. A që thush ju veç se përmendet që keni qenë arsimtar edhe keni punu këtu në shkollën e Bajgorës edhe me një fshat tjetër. Tregon pak që është kanë atëherë arsime edhe a ka pasë në zonë sa ma shumë se që tash që kemi? E tash, si me thonë, mu krasuam atëherë tash zbot laf, tash po thuaj se shkolla është e mbyllë. Njerëzit kanë ecë për çudi, janë shpërngull, kanë shku kush ka mujtë. Zakonisht në Mitrovic, Vushtri, pak u shumë këtonë në Lapit, po edhe në Prishtinë. Po në Prishtinë ma pak, më thonë drejtë. Unë këtu kom kryo dhe shkollën filluar. Mirë po për nxënësa që më pyete, kur kum dalë në detyrë, ashtu quhej atëherë, me dalë në detyrë. Kjo shkolli ka pas afër 500 nxënësve. Por kanë ardhur edhe prej Kovaqicës, prej këtij katunit Knena. Deri sa edhe atje u marrua një shkollë tjetër, tani, kur është marrua e shkollë atje, unë kom qenë të punuar. Dhe ata nxënësa deri në klasë 4 shkonin të Kovaqicës, e kam fjallën, shkonin në atë shkollën Kovaqicë atje. Prej klasës, kur mbaronin klasën e 4, vinin deri në 8 Bajgor. Diku afër 500 nxënësave. Një kuriozitet, ta them për atë, në vitin 99, në shtator të vitit 99, kur kemi shku se kjo shkollë këtu është e bombarduame prej forcave serbe. Kjo edhe në Potok të Podjeva, këto dy shkolla kanë qenë bombarduame prej forcave serbe. Dhe kur kemi shku në shtator me gjama, me dyrë, me krejt ka qenë kërsh lam ka qenë. I morëm kam diqysh, qysh mujtëm na vetë, mas pare, se s'kesh institucion atër, s'kesh kur gjëtë ndërtuar me ende. Dhe njerëzit filluan të kthehen, se pa të mikë prej lufte këtu, krejt të shpija që apo ishe këtu, rrafsh me të okja. Komplet, krejt. Njerëzit filluan të kthehen nga pa këtu, dhe majnë men, kur I kemi regjistruar ta nxënësa, që të ati vitit shkollor 99-2000 tani, 2 muaj kemi punuar për vitin 98-99, se në ndërpreu luftas. Apo kupto, pjesën tjetër e kemi vazhduar për vitin 99-2000. Kanë qenë 290 nxënësa.
prej klasës parë, deri në klasën e 8 atëherë. Jo e 9 që është sot, po deri në klasën e 8. Kanë qenë 209 nxënësa. Sot për sot i kemi me një pakic ekstremiste. Ekstremistë, s'krahasohet kur fare atje. Se Nuk po e dija mendon? janë 30 a 40, nuk jam i sigurt për numër sa janë. Me thonë drejtën sot, nejta me drejtorin që ka herdha këtu, takoha me to pak, po nuk e pyeta me thonë drejtën. Zbaz fjallë dhe më thonë që në fshatra ka shumë pak nxënësa, po edhe në qytet e kemi të njëjtën Edhe atje po pjesë. bjen qashtu. Fiks. Atje po bjen. Pse mendon që ka ra kaq poshtë niveli i arsimimit? I nxënësave në arsimim, se nuk I numrit e kje Po. fjallën. Nuk e di, thonë të drejtën, kjo dën një studim me njerëzit që merren me këtë punë. Po, mendoj shpërnguljet e pandërpremje edhe jashtë për fat keq, edhe rrëmja e natalitetit. Zgjen sot qeft që i ka 30.000, rralltin e gjen. Apo këto. Unë i kom pas 4 vllaznie, 2 motra qëture. Mos flas dikush tjetër i ka pas edhe pas 16. Në atë ku janë kanë familje e madhe, po. Familje të mëdha, me fëmijë shumë, apo kuptoj tash 3.000, 2.000. Apo mendon? Deri diku e kuptoj pak o shumë se të zonën me punë shumë, dhe po e shoh sa është vështirë me rritë sot një fëmijë Ndoshta duke edhe kushtet qenë të punuar. ekonomike, po. Jo, kushtet ekonomike në atë kohë kanë qenë shumë më të zërshme, shumë më të rona kanë qenë. Sot kushtet ekonomike janë shumë mira. Të mira janë kushtet ekonomike, nuk janë qia. Mo krahasua e kom fjalën Po, në është atë e kohë se vërtetë, është e vërtetë. s'kemi standardin atë Zvicrës, atë Suedisë, ajo është e ditë me mirë, po mo krahasua me atë kohë sa do shumë më mirë. Shumë është më mirë. Unë kam një mese, një nep në shpe aty, se djallin e vogël e kam Prishtinë atje, a jeton banesë, a jeton në shtëpi, unë në shtëpi kam atje. Më arë me pa veç lodra që kanë ata. Aty, po të garantoj, krejt shala, fëmija shalës lodra në kaluame në qaj s'kanë pas. Sa kanë që ata 2.000, djallit ta. Edhe prapë se prapë Edhe nuk prapë se prapë që ngopen. nuk gjësë ngopen, për ditë duhet një amrove. A tu tregon pak edhe për Bajgorën si fshat. Ju sot për sot vini me punu edhe na për vikend, po edhe gjatë javës që e Po. shfrytëzoni. Po tregon përmes mendimit juaj, a kanë mbet shumë pak shtëpi? Pak kanë metë. Po mendoj vendas që kemi Po. qenë këtu, kanë metë pak. Kanë qenë, unë e moj men me 180 diçka shtëpi kanë qenë. Sak numrin, Po. edhe pse kum qenë në aktiv, Për shumë kohë, një kum ditë, ose anë kur ka kalu pak kohë, besëm kanë dalë edhe pak edhe i kum harrua pak. Po, po. 180 shtëpi, dikun me përmi 1.000 banor ka qenë këtu. Sot për sot sa shtëpi mendon që janë të banueshme këtë fshat? Për afërsisht të saktë s'mundemi me ditë. Diku për 1.30, nuk e besoj që ka më shumë. Ju më thatë pak ma herët edhe para xhirimeve që do më thonë është një pjesë e juja ku jeni komplet kusheri këto. Po. A janë edhe djemë të hoqës apo familjarët e juj që banojnë ende këto? Jo, që banojnë ende këtu, jo. A vinë edhe ata, kështu si jo? Po, në arë vinë, që ku ka veturën që, njoni, që ku është atje bile, që ku është atje Po. poshtë. Vinë edhe ata që shtu si kurone. Punojnë ka pak diçka shtu, deri në mbrëmje ecin. Po zakonisht kur ve këtu, nuk kthehen na pa vujti natë vetë. Nuk e arron prapë se Pe prapë. nostalgjie, pe i malli, pe aty. Po, koha po i vi kasenet, këso forë ashtu. Dhe fatkeqësisht, po tham, pjesë dërmuese e katunit është qështu. Apo, bile janë do laqë pak, ma thella njena ma largë, atje pe i bareli që i thomi një që as nuk shuhen as diellave, as shtunave, vikendeve kom fjallën Po, kur po. shtu. Janë shu krejt. Po, në shua janë lëmit atë shpije, në rëzuar. Për pos asaj që shkatroj lufta, në një mënyrë shkatroj me dhe vetë, se ajo shpija saraj me konë që nuk rri njerëzit me to, vjen të u prish, vjen të u dëmtua, Shtu e ka. A gjatë ush nëse veç nuk i shkon puna e punësimit detyrueshëm në Prishtinë, a i kishe vazhdu jetën këtu në fshat me bujqësi, me krejta kushtet që na ofron fshati? O gjithë vëllajnë, po të them, kom shku për fëmijë, se për gjallë nuk kom kish qitë kur shpik të ujtë. As edhe kur im konë i ri. Se hajde kur u bo do moshe, do kohë, do që më kalu e jetën këtu, apet thët njëri, ka që ato. Mirë po edhe i ri, kohës juve, që shini ju me paskon,
E mos me qenë kë problem për cilin të fola, kur shkua jesisha. Po kësha një qëtu. Po, me pa po me dajë këta tjetë kushëri, buk i dufte dhe buk mëse vetën nuk po rike. Vetën nuk po rike. A mendon që sot për sot rinia, edhe pse nuk merren me bujqësi, edhe nëse merren me bujqësi, kanë dëshirë me nejtë në fshat me jetu? Çka mendon? Po i shihni boni këso reportazhesh, po ikun, more. Po ikun. Po pse po mendon prej çka po vjen, domethënë sot për sot e kemi shumë mirë kushtet financiare që shëtha edhe vetë ma herët te. Pse është ky niveli për shembull që me lëshu Kosovën gjithçysh? More çuditshme. Po thamë, unë edhe pare thash prap, po thamë edhe këtë fjallë, dan një studim nga njerëz që merren me këtë çka u kjo demografinë, me sociolog konkretisht. Çka është ky fenomen kështu? Unë nuk më qëdit veç këtu, prej qituhit, e deri në kufe atje me Sërbi, nuk është larë keqë. Dhe e keqëja tjetër është. E unë tjetër, ko prej të Kumanoa, me Maqedonia atje që jemi. Po dëgjoj sa atje nuk ju më kome, të më drejtën, veç krejt, rrët, dejte i stokun tjetër në onë, është të zbrastë. Kjo është keqë. Kjo është keqë, edhe për siguri është keqë. Prej atje qysh kanë bonë të kalumen para 150 vjetë, 200 vjetë, se tu kanë luftuar njerëzit me ta gjithmonë, kur pa da. Jo me një ushtrit regull tani diçka të regu kështu, pa me bonda tyne, gjaj shumë si kur kjo që i kenë bojsk vjeta për jetë, kur ketë 23-ën a kur ketë. Fjena i pe atje, si thoni fjallë, pa unë që peshtë konë veç qysh donë. Kjo s'është të pëlqyje. Pikrisht për qita ma shumë, po di se në unë tjetër njeri është i prirur e sofare të shkoj aty kur ka ma mirë. Dhe nuk o që di, kemë 500 vjetë jetë, apo këtën. Po mendon që Kosova ka mjaftu shumë vend të punësimit për të rritë tonë, ose a duhet me o hap ende fabrika për shumë për e punu? Po, këtu qalujnë, këtu nuk ka punë mjaft, mirë po përkohen që migruen, se kanë migrua shumë. Unë po tha mendimin tim edhe thash se dojnë studim të punë, që kanë migrua në një farë mënyrë sa të vëllojnë sa po i shë. Ndoshta jo në të gjitha komunat, sa po i shë, të Prishtina, që atje veç aj që s'danë se punë gjanë. Ja, vërtet. Punë gjanë. Për tjerat komuna, ndoshta është pak ma zbet kjo që ka po flasë, në Prishtinë gjanë punë veç musdash. Që s'da në tjetër se. A vazhdojnë pa ka gjatush edhe pjesën brenda o borët tonë ku punon, me po qysh punon të brenda shpisane? Po, pse jo, gjithë, hajde, pse jo. Ku gjonë njeri ma mirë, është edhe, është arsyeshme me shkua, po këso fare kështu me u zbrazë, kjo mu se të më pëlqyje. Nuk është të më pëlqyje kjo ma tepër për shkak të sigurisë. Petru që poshtë, kënena në këtë drejtimin poshtë, nëna është një katon një komuzë vështresë, se qëtu të poshtë shkohet vështrit. Quhet Thirret Boshlan. Në katon është gumnishta, skroma ma poshtë. Komplet deri atje poshtë të Gojbula ku njeri nuk gjanë. Deri të Gojbula dhe me thonë deri t'jesh vështrit. Jemi konë edhe më fshatin Gojbul, edhe aty ka pas shumë pak shpi. Shumë pak ka pas. Sa jënë konë, nashta me një më duket pa të thonë një 8 shpi që janë banushme. Qashtu kom dëgjuar se u konë, a ke qajve që ka pas ma shumë serbë? Gorit e ujit i quonim, i maronim për shtozë. Shtozë dhe me dhonë një qunë të dimit me pigjoja ujit. Këta ujt i djallit të rëgovë është prej atyre kodrave atje, mas tyre, mile është që këna prutë. Kë gjithë, kur kemi qenë këtu, ka qenë qatje. Kjo korita ka qenë qatje. E na detu derke që aty, gjoja pishin ujë qëtu. Qëtu i kemi pas ato, po jata na i quonim, ja spjegoha këti djallit pak pare, ajo u konë për dhenë. Delet me i mujua, e kanë pas ujtë për para, që këtë koritën kështu, ndërsa për lëp e kumë pas qita që kjena. Këtu i keni bërë, dhe më thonë? Po,
Po sot për sot nuk mbani domethënë jo, se jo, nuk keni jo, mundësi. jo. Atëherë, a keni pas për shembull fitime të mira prej tyre? Po, aq. Po se në të kaluarmen kur nuk ka pas edhe punë që s'ka pas. Këtu zakonisht me çato është më gjallë me bujqësi edhe me blegtori kryesisht. Dhe kanë marrë shumë shtos kanë marrë. Unë për veti kum pas dhe 60 copa, 65 copa, dhe në vetë unë që i kum marrë. Edhe 20 lëpë që të që sa ditë. Ka pas, u kam një fitim i mirë, u kam për me jetu e po. A mëna me thonë që sot për sot do më thonë nëse veç një banori një fshati, nëse mirët me bujqësi, edhe ka mjaftueshëm krerë për shembull, e qet edhe një pjesë të pagës mjaftueshëm sikur një qytetari i Prishtinës. Jo, Do shta edhe ma shumë. Besoj që shumë ma shumë. Shumë ma shumë. Shumë ma shumë. Sa janë mjetet, atër me dorë është do është vajzë me i mje lëpte, vete, është do është me dorë. Sa do është ajo maqina që i mjerë. Ku të qëjsh të blejnë, në dorë stjetë, që tu e qetë në kërë qënë Mitrovice shetë tomlin, për ditë, mund është me qënë më shqitë. Mos të flasëm për djathë e pastaj tjerët, zakonisht për mesh. Tash shtost, duket se kanë ranë në numër, dhe qmimi ty në është enorm ma i lartë se që ka qenë për para. Se një lopë 3.000 euro po dëgjoj. Po. 3.000 euro, jam pare ma. Sa është e besueshme kjo pjesa e përfitimit shumë ma shumë se sa në qytet prej gjeneratës tonë, gjeneratës re? Sa mendon që mujna me besu edhe nëse kishme mujt me praktiku, qyshe kishme paramendu? Po në po marrë me men që ju punoni këtë punë, këta që e jeni të punua, po tjetër diçka nuk punoni. Moj mi marrë me men sa keni një parë. Po. E këtu ndryshe, këtu se ndryshe, të se tjetra që ati që i punojnë, se unë sëmë të i punua të punë, 20, 30, 50, me pas shumë lëpë dhe 100. A mujna me bo nashta me barazu një pagë me bujqësi që mirë shumë shatë, barabar me një Zvicër që paguan për shembull. Po Zvicër s'po them se Zvicër janë pagat lartë, është standardi shumë i lartë. Po për 2 e 3 rrugat tona, po tham këtu rrugat normale se edhe këtu ka 4-4.000, 7.000, po një. Do po me këto, po tham pak normale, po vallai 2 e 3 i van. Ai që punon normal. Dhe sot është shumë ma letë me punu se janë mjetet, ka traktora, ka maqina, ka po thuaj se në dorë pak u mjetë, pak krejt u mjetë me dorë me punu. Atëherë nashta edhe nuk e keni pas ose keni pas të vështirë me i bo? Jo, vështirë, nuk ka shumë vështirë, atëherë me bleni traktor ka kushtu në zvetë, ka kushtu shumë. Pastaj këtu mjetet tjera nuk kanë qenë, ka qenë një traktor, ndoshta një plogë ka pas diku ku rrafsh, e kom fjollën për të nas, ai në rrafsh atje ai gjithkur punon. Po për të nasi kur nalë që ke qëtu rrafshin ke mund me livru me to. Këtu s'mund është me traktor me livru. Nuk ka pas so farë frezash, s'ka pas kush me kusit, tash është që në podrume kam që kështë, tash është e. Apo këto, e kusitëm me to, shumë ma letë, për para ushtash me dorë. Ato kusht me dorë. Tregon ma gjatë kush pak edhe jetën, qysh keni jetu ma heret? A është njëjtë sikur sot? Mua që i kum kaluat kohë atë jetë, mu më duket ma mirë atëherë. Po kur i këqyrë me standarde me këto senet, me gjonat që i kemi sot në shtëpi, nuk krahasohet. është krahasim shumë i madh, është dallim, po du me thonë është dallim shumë i madh. Sa ti ke në shtëpi të gjitha, çka duhesh me ujë, me ato maqina që lojnë me tesh, me fshis, me fshi, me televizor, me s'po bojnë të gjithë, kur gjë s'mungon. Atëherë kush e ka pasi televizor, shkoj shumë valla kush e dikun katun, kush kish një televizor, një këshirë një herë, me i se që kish diçka interesant. Unë për veti e kum në zonë atë ku, e majnë menë që shka qenë. Ndërsa të punët e këtu, pse po të thamë për mua është ma mirë atëherë. Ka qenë një, s'po di si me thonë, një knajsi, qërë që to ka mëdë, a pishe. Kur kemi jetu e qitu, mas darke që i thëmi njërë, deri 1 orë, 2 orë qëtu me krejt kusherit këna netë. Që qëta shkuj me shumë me dhate, që qëtu. Biseda, hajgare, latë, që dush, qaj, kafe, tëna të mirat. E bashkë këtu po du mundoj. A është
Qajo knatësia e njëjtë? Qa ty kom fjole. Jo. Nuk është e njëjta. Vallaj po m'duket ju e tash. Se po mendon që Uzbi, ty po duket po edhe është qashtu, do më thonë nuk është më e njëjta. Na si gjeneratë e re nuk e përjetojna që të ndjesi se jo. Qyshe jeni mbledh ma herët me kushëre me krejta këto. Se po mendon që ka humb pak kjo pjesa e bashkimit familjar, e respektit, e vlerësimit mes njëri tjetrit. Kur aq do më ta thonë veç një gjysmë milion këti fjallë. Kur më qenë shkollë mes me shtu vit 4-5 ku më harruë, i kum pas do kushrit shpijat i kanë ato në atje, në konë Zvicër që punuan. Edhe gubona, si thot populli zhug, merdhëm bre edhe mua pak po veç atje, shkova një 3-4 muaj me ta. E i këqyrsh ata njerëz që shpojetuin. Edhe i punojsha me këta ka pak, edhe i këqyrsh ata që shpojetuin. U munojsha me bisedua ka pak një anglisht e kum pas pak o shumë sa mu marrë vesh, se jo, mi ditë mirë, jo, po sa mu marrë vesh, po. Ata i dishin gjuhë do loj, italisht, gjermanisht dhe anglisht e falshin. E i bëqa që shtu. Se kum pa, më thej ke vlau që 6 muaj. Zvicroni e kum fillon, Gjermani. Po. Unë e ka pësha kryet, po ti a jenë men, mara që ka jetë kështë. Ma vonë të i gjykua pak të sene, e kam ditë që ka marrë edhe tuna që ajo, për që e presë, menja marrë s'ma ko, orë shumë shvejt. Disi është një farë, s'po di që është më thonë, nuk kemi atë ndjesin e dashnis për njën e tjetër që shë kemi posë. Mu që e për nduket. Edhe për këto për të thëmë, sikur për ato tjera që tash është një fenomen për cilin duhet njerëzit që i mirë me këto studime, me këto edhe me dhonë një mendim më të mirë, se so që e dhonë, për shumë. Mu më duket kjo. Se është e mundur, të në të mirat i kje në shpi. Kur gjë nuk më ganë. Dhe ulesh, shkon e ulesh, e ja hopë si një televizori, ja një telefoni që të parë qishtu. E nuk knaqesh me kur gjë, dhe tash mu s'te thame dhe ato krejt, dhe me ta që zoti dikon, dvje mërzi. Qysh është e mundur një po. Në një musafir të une, krejt ta kojshi e kanë ditë të tonë një qëtu. E në gjajshëm në shku edhe une të ta. Kemi qelë derën të njoni tjetri pa thirë heq, pa cokot heq. Këp, drove, tak, kërk, mërën. Qështu kemi pas? Tash s'është ajo, tash duhet me thirë në telefon, a jetu shpija se po vej pak. A ka kuptim kjo? Atëherë ka në koha që edhe nëse kanë ardhur dikush musafir, kanë ai nasha kanë një javë, muna me thonë. E sot për sot? Sot për sot pishe e vetë, qa ka me thonë? Dhe më thonë nëse bëhet një orë e ti, për janë 20 minutë e plus. S'ka musafir. Qëfar musafiri është për ju? Të kje qëka duesh ato, qoftë daj, qoftë takpërm, qoftë edhin. Qëfar musafiri është ai që vjen rreni gjësura me ty qëtë. Edhe ato 50 herë në gjerë telefonin, klek. Mus më mdokë, të se në mira, po, i ka harë koha, ta shku me ditë. Po kohën, mos të harrojmë, se koha gjithë që kjo konë, po kohën e bje njerëzit. Se edhe për po në tjeli ka linë që konë, edhe ta shikonë, ne po për ata. Shumë përshkrimi mirë. Thonë një ditë e zakonshmja e juvja me musafer, me punë, me krejta që... Po, zakonisht ashtë. Unë varë edhe prej musafirit pak, ka qeni aferm, se këm pranu në musafir për një oftë heq, pa ditë heq. Kanë ndodhë qëtu njerë që kanë hupë edhe rrugën. E ka thirë të dera, e kumë pritë, kumë shtimë rena, aty... Zotën qito, neve si kam qito në kanë majtë. Kupton, vesh edhe një, prej është fshati i fundit në qitë drejtim që shkohet në kufit Serbis, është Rzhan quhet. Atje kanë qenë një 40-50 shpi njerëz ty. Zakonisht ata jenë me bujësi me qëtu, po du me thonë bujësi ma mirë me thonë, nuk jënë marë se toka ka qenë ligë. Po i marë me blegdori, zakonisht. Dhe kanë qenë mjeshtër të hollë të magjeve. E dini që ka është magje? Po. Ata marrëshin magje atje, ka pas lisat mdhej, si kur ta këtu shumë ma mdhej, pe atje i ngarkojshin në kualë dhe pe atje i qëshin vushtremi i shqitë. Prej Rzhane në vushtre është diku një 7 orë me ecë kam. U dufken Rzhan mu nisë, me arë me bujt i natë diku në Bajgor, pej Bajgore me shku në vushtrimi i shqitë, e mo këthyë prapa pet në Bajgor një natë me bujt,
edhe me shku në shatë. Le që e kemi prit ato, e kemi shti mrena, e i kemi krye që shme thonë ato punët e musafirllakut, po për sytë balit, peqti, ahri e kum dzirë, kalin tem, e kum qitë jashtë, e kum marë tine, e kum shti qëtu. Se i sharë dhe lodhën, e i ngarkuën me mjellë, me, po kupton, më dhimke, temin e kum qitë jashtë, tine e kum shti qëtu deri sa pa. Kështu e kemi majtë në njëmi tjetëri. Jo veç këtu, po flasim kryesisht kjo pjesa veriore që është e krejt shqiptarisë. Me më pyet për jo Shqipnisë atje që kanë jetuar, që jetojnë, nuk di me të kallëzuar kur gjatë. Për që pjesën që... Për ata që ju e keni Po që kom përjetuar, e kur gjë s'kam nxanë unë, që am kanë kallëzuar ples që ka qenë për para. Baba e një gjallarte. Po, sa me fol ka pak për këtë punë, ku më nxanë edhe unë. Sa me na tregu edhe ju ato që keni kalu. A që thush tregon pak që shka shku një ditë e zakonshme këto nodën e juve? Që e po të regon ojë, që shka qenë. Po marrë një rast, s'kem pas musafir, një fjona, se zakonisht mashkujt e shtëpisë, ata që nuk ju kanë të martuam, kanë fjetë në kohët. Edhe ashtë në quën me nxez, edhe te i këtuhe, zakonisht kemi shku në shpe, atje ku është gatuar, ku kemi jo me bërë, të të gjithë. Dhe këtu, në varë atash sa ka pas në shpe, e kom fjallin rëbë, njerës. Po zakonisht, kur ka pas nuse të reja, nusja ka pas për detyrë marrë me fshi kodë. Këtu. Nëse mashkujt nuk kanë qenë martuar, e ka pas për detyrë motra. Marrë në mëngjes me fshitu. Nëse s'ka pas motër atyre, nana normal, dikush u duh me fshi, po bu mashkujt ju. Nuk e kanë fshi. Nuk e kanë fshi mashkujt. As jargonat si kanë quhe. Apo kupta po, epi që anë e quhe veshu edhe dhe. Kështu ka qenë. Me konë nej që ka pas shpia nej plak, me matë vjetër, plaku zakonisht ka nejtë nëtë. Ka dalë, normal, apo kupta, po zakonisht ka nejtë nëtë dhe kanë thonë katëna që udhen nuk mune manë pa e pas një plak. Se aje ka majtë stufen vezu në gjithë. E njerëzit, kur kanë orë musafir, fjona, po dhe kanë orë prej rrugë të lodhën, ndoshta edhe të lagun, pe i shive, pe i moti, pe i bore, pe i murdhim në një farë mënyre, dhe gjithmonë plaku kur ka qelua në atë zjarë nuk kom gjithmonë ka që. Kështu ka qenë. Me po konë mashkuj ma shumë, zakonisht, unë po flasë për veti, për shpi temin këtu, na nuk jena konë kështu shumë kalavlak, apo këpëto, dhe e kemi pas, kur këm qenë pa martuar, këm pas veç nanën edhe 2 motra. E motrat ju hojnë ma të reja se unin. Por mos me i lodhë fort, shkoj shumë hongë shumë buk atje. Në kuzhinë, në shpe atër i thoj shumë, se kuzhinë si ka thonë kërkur zhëlloj, dhe i vonë kjo punë. Nuk ish, që shme thonë, nuk i obligoj shumë, po thonë, me ne pru bukën këtu, mi reqa shnanë që kushë adin, se në mashkuj, po veç nëhet për rrinë. Po shkoj shumë atje. Po ku i kon shpijat më, edhe këtu jo bukën. Apo gratë kanë hongër atje, burrat kanë hongër nëhet. Ndomës, domethënë. Pastaj me quë zoti musafir, që është bona bisedë, është tjetër muhabet edhin, tash musafire krejt, normal është kjo bukë, është kjo krejt, çka duhet të ceremoni jënë bo. Dhe zakonisht, kur kanë qenë jabanxhi musafir, një mashkull i shtëpisë ka bo hyzmet në utë këtu, mrena. Ndërsa, femnat gratë kanë pru bukën deri, e po e një dritare, si dritare, zakonisht që aty e leshma. Kur kanë qenë miqasi e kështu, zakonisht ajo bia që ju konë e që atyne miqasive, do me thonë një nuse e shtëpisë që ju konë e tyne, u ardhë me vjehrën e vetë. Do me thonë me nonën teme tash po voj, dhe u kanë folë atyne. A me qenë kështu jabanxhi të lartë të tasirë që si kemi pas miqasia, s'kemi pas diçka tjetër kështu, zakonisht veç nga burrat i kena pritë. Kështu ka qenë jeta e kësaj. Kemi nejtë, sa kemi nejtë, që ato muhabete që shu të regoa, është bo loj bisede,
lloj njerëzish unë kanë ardhur këtu. Lloj njerëzish. Apo ditën e të shkolluame, të pashkolluame, apo kupton. O da në një farë mënyrë, shpesh herë këllini e këtë jo që ka thonë ka qenë shkollë e këtën e hershit. Këtu im krye shumë punë. Do më thonë atëherë i keni pas edhe këto adete që kanë pas gjithë shqiptarë, do më thonë burrat ndamas, gratë ndamas, po të regam sot për sot jetën që bojna. A është pak ma e ndriqume prej asaj se që keni pas jo, apo është edhe pak e teprume një pjesë? Nuk e di aq prap po lidhna me që ato që i dënë një studim. Se pak o shumë, mu po më duket sikur jemi largu pak për asoj traditës, asoj të kaluamës. Apo, tash, është mirë kështu, apo jo, do ta tregon e ardhmja, natyrisht, nuk mund flas për ta në qysh do vjen, po do të tregon ajo, do ta shihni edhe vetë kështu. Po flas për kohën ka qenë qajo, ti s'ke mujt, si thoni fjalë, me u vequa pej shoqënie, pej tjerëve, me qenë fjala po vjedi, ose dikush me të thonë, su bon muhabet musafirëve, aja është tahmaqara, është ta nena e knena, apo më kuptojnë kur kom fjala. S'ke mujt me u vequa pej tjerëve. Nuk e di si të them, po më duket që pak jemi të i tepruar kjo seni, se nuk duhet njeri prej asaj çka është me ikë. Me dalë prej vetës. Prej vetës nuk bëhet me ikë. Ti je qaj që je. Apo natyrisht e kje kulturën, e kje traditën tonë, e kom fjallën kur flash shtu, kom fjallën të kombi, jo veç mundet në muj me dash diçka tjetër e anena, po s'muj me dalë prej asaj, prej cilës kombi e ka. Apo më doke që jemi ik pak prej saj, jemi dalë pak prej saj. Sot që më përbojnë, kur patëm fjallet e musafirët, nuk kje musafir që të rri një orë e gjys, të kupton. Po thu që pak kemi marrë edhe mentalitet evropian. Pak jo po shumë, po më duket shumë. Sikur fjallë pak e ronë, po sikur kur do më tjetërsuë, mos me qenë ata që kemi qenë, ose ai që janë. Shka është, unë po flasë mendimin tim gjithërë, se ndoshta dikush ka një mendim tjetër, po nuk mundesh me dalë për asoj që ka i. Dhe nëse mundohesh, ta te kalosh ato të delsh prej asoj që ka i, besa unë mendoj se që shërat posh. Se s'mundesh, në gjenosht, në indet tona janë ato. S'po ham që po kujtirë si kanë, po ata i kanë vetat, dhe ti majnë vetat, natyrisht. Po na jem të obliguar tonat me marë. është edhe një fjallë thonë, qka është e mirë, mere se nuk bje keq. Apo këta, por huje tonë, këmë pas një miqë qëtu. Pa vdekshë dikun të 40 vjeqëve që ajë nëdë në thejke, qëre baco, ku të qillëjsh, ku të shkajsh, s'kaj dyjes të me qitë zoti, më spari thejke fali guhën tonë. Në marrë vesh dikush, faqe e bërë mirë. Nuk të muar, falë edhe guhë tjera ndish, a mas pari, falë tonë në kalëzë kushi. Njeri i pa shkollë, pa 1 minutë shkollë së ka pas, i kalohë të fjallë. Dhe largohë për i kësaj mësh. Sot, pikien qytetë në Prishtinë i shohë një pjesë e madhe, rrugës shkojnë, unë që dite me shohë, se kështu në qere moj me në gjovë që ka është. Apo të e shohë kështu, e shohë që është shqiptarë, fletë anglisht, bojnë bisedë anglisht. Unë s'po thamë mëse mësa anglishtën, as serbishtën s'po thamë mëse mësa. Apo të, mësaj të gjitha në mëjsh, po falet anën. E në të dufta jo anglishtja, falet edhe ato, aty ku duhet, falet edhe ato, pse jo. Qështë shef, aqë për fund rinin ton, jetën mas 10 veta? O, vallaj, më rajgjë nuk e di, që ka me thonë, di vetëm
Këte që me rini që e ka pas Kosova, nuk e ka pas as i vend botë. Me djemë e hojza që i ka kë vend, nuk i ka as një vend botë. Musarani që po thonë. Po mbren pak që kjo që ka biseduar pak për para. Dhe unë, si njeri pak me përvoj kështu, pak nga jeta dhe pak nga ato që ka i kam përjetu edhe, pak o shumë që ka muna me po kështu. Rinini kësha thirë, këthen ju vetë vetës. Këthen ju venit juve. Se s'ka ma mirë se në këtë vend nuk ka kërku. Edhe ma mirë se vetë vetja nuk ka. Nuk ka, mu bo si kur ti mi javë dit, po ma shumë nuk muj. S'munësh. Po që se këtu edhe pak se të regova që kom punu në arsim kohë gjadi, ku përmi 40 vjetë i kam përvoj që kom punu në arsim. Edhe te arsimi nuk on rriu. Që 25-60 pej qlirimit e përknyrë nëse për ato vitet e 90 nuk kemi pas mundësi ma mirë. S'kemi pas mundësi ma mirë se kemi punu në kushtet e jashtëzakonshme gjithë. Po prej qlirimit e knena, prej vitit 90, po du me thonë 99 e knena, tu munua ditë për ditë do ha reforma shpo më duken shumë pa lidhje, po ti duesh me u përcaktu për një qita dhe esis. Nuk është shkolla një matë, nuk është shkolla 2 vjetë, shkolla është e gjatë, shkolla dënë kohë, shkolla dënë shumë. Prandeja i merë një metodë që tash e nesër në shoh ato, apo kuptoj, merë një tjetër ato jetë pasjo. Fajnë kryesor që tu unë arsimit ja hedhi, edhe pse vetë kom qenë arsimtarës, vetë kom punu. Apo kuptoj. Duhet të vedisohemi pak dhe t'i kthehemi realitetit asojna që ka jetë. Dhe të mendojmë, aqë për vendonim. Mos ta lakmojmë Zvicrën në Gjermaninë ato. Të mira janë ato balë. Mira me i pas punë me ta gjithë. Edhe me qenë në bashkëpunim me ta, se Evropian jemi edhe na sikur sa ata. Apo këto, po veni jonë është më i mirë. Kërkush këto nuk në eruën këtë vend, manin men. Sot kemë ushtrit e huja këtu këforin e... Mos të flasëm manina se s'është në huja. Ne duhme të bëhme të zëtët nesër me eruajt vetë. Unë jom plak, ma nuk më në eruaj, duhni me eruajt ju. Ashtu ajo. Shumë fjallë me vend. Qka është këtu është? Tash, kemi shti sene se këto s'duhet me konë këtu është jo. Këtu për me konë qilerë që po i thamone, duhet me konë gjyvesja ta me lëren atje. Qëri këto janë policat, apo ishe, ku i kemi qitë gjyvesjat. Po. Ata gjyvesjat zakonisht kanë qenë të dhejot i majmen për para, e kohët e funit i kemi bletë plastike s'do janë pak ma majë. Po. E kur i milë shumë gjanë, i qitë shumë këtu, në qata gjyvesja që. Këto pjesë qërë kjo këtu, rangë të knena, këtu jënë konë tinare, keni një hitë fjollë? Po. A e dini që është? Jo, e që u të rëgërë më gjitha për ato. Tinarë kanë qenë të drojtë, të maruëm, për djathë, me shti djathin atë, për speca, turshi, për domate, për qëta, që ata në qujë tinarë. Ma vonë, këtë plastikë që keni patë, mbaje, do harburësht mbaje, e tash i kemi bleqa së. Apo më tha. Se ata ko që zërë u konë me i majtë se dherës ku i nëzeke dili u qajshë, se ato drosat palonë si kur qëto dherës, apo ishe qishtu. Po. E këtu tash me qitë këtu dherë dhe t'ujtë, del. Ato u dufke me qitë një mush ujë, milion ko që do ditë me ojë, dhe ishin ojët ajo, për mos me rrjedh ata ujë që ishte shumë ato të shqitë. A gjëdim se shumica e fshatrave kanë fillu me u shumu me villat ndryshme, me shtëpizat cilat i bojnë për ekstra për vikendet tyve. Çfarë mendon për këtë pjesë? Domethënë, njerëzit prej krejta vendeve të ndryshme vinë ndoshta mbaj gore dhe ndërtojnë villa. Sa është e mirë kjo për fshatin edhe për njerëzit? Po është me thonë drejtën për kohë cilën po jetojmë tash që po tregoj që jemi shpërngule, me i largu pe i këtu, nuk e di çka me thonë. Por kur kemi qenë na këtu, veç dam na këshin bo.
Edhe s'kishin mujt me i maruasi. Apo ishe këtë fush për para kështu. Në mëngjes prej nalt ka shkoni e shihni në onën e djathtë mrena ka qenë shkolla. Ajo sot është ka me pej lufte pa u bo me remet fare. Ajo ka qenë kazerën pastaj, kazerën në ushtrisë. Pej aty që delëshin shtost. Apo kupto, pej aty krejt kjo fush që shpishe që shtu bardhu konë pej dhane e pej lufte. S'ka pas ku maranaj mo vilën të një aty. Sot ka me të thate, po i blenë, po i marojnë, nështë a është... Pa i sigur që për ata që i blenë është mirë... është mirë me kalu një ditë vikende për ta, po... Sa me ndonë që është një pog krejt komplet nëse veç e ndërton një vilë me një vend? Sa mundet me mrini shumë për afërsisht? Kjo vila? Po. Por zotin... Këtu nuk e di, nuk... A keni dëgjuna e herë për shembull nëse veç e blini një ari tokë edhe ndërtojnë villa, domethënë sa mundet me pas pak a shumë për afërsisht një shumë. Po të kuptoj ty që po thua, po tash më varet natyrisht që shë ndërtojnë, tash ndërtojnë të madha, pak ma të vogla, pak ma të shqipu. Besoj dikon, nërë 40.000 nuk besoj që jetë. Nuk ma mërmenja, tash nuk jam i sigurt se... Në thonë drejtën edhe qashë shumë ka interesuar. Po, fiks, nuk ju ka ra ashtu. Po të regam, sa është kanë në kohën e juve atëherë një ari tokë me bli? Atëherë me ari këtu s'u shit aq. Këtu, kur u shit e këtere, gjysë e këteri me ari... E sa me thënë që është sot? Sot nalta njena e di që është ma shtrejt, ma nalt është. S'ma mërmenja që ko nër tërmi, s'ma mërmenja që ko. Nuk e i sigurt me thonë drejtën se diçka që se di, po që aty dikon duhet me ko. Dësa këto pjesë lina që jënë pak ma thelle ma si, pishe vetë është postër kërkun, ato asë një vila që janë, ato krej shpija janë, që ku qëtu këtona, qëtu, ato zakonisht ka rruga, atje ka asfalt. Parashijet atje pej të qafe e qeshmes, kur këni marrë në djathë njena, quhet qafe e qeshmes atje, pej atyit e në Barilevë. Barilevën e dini ku është atje, mu marru rrua. Dhe është marru deri në Vesekovcë. Atje për Kovaqic, atje shkon deri në Vesekovcë. Aty anjena ende nuk është marru, po edhe ajo mu bo, po thuj se vëllaj, krejt kanë me arë dhe mu shpëngullë, pej Prishtinë me arë që tu po mdukët. Mas luftës, aq, të regëm sa është shku për shambull një ari, pas lufte? Paka shumë? Pak ka pasaj ti. Në Mitrovic, tu Shqipkovci, pëdini ku është Shqipkovci. Që aty u konë 100 marka, 100 marka që aty u konë. 100 marka. Tash sa vëllet me konë? Tash aty nër 15.020 është. Këti këni po ato inat që jenë marrua saj dhe plët. Në drejtim Prishtinë, s'ka shkohë për Prishtinë. Dhe thonë është një shumë... Po që s'bot lafë, është shumë dalimi madhë është, në krasim atje. Është faleminderit shumë për krejt kohën edhe krejt që ka na tha. Ka që kishtë nga materiali përgatitur sot nga fshati Bajgori komunës së Mitrovicës, ku pam edhe dëgjuam shumë gjëra të bukura, e nëse keni dëshirë të na takoni edhe në fshatrat e juaj, na shënoni në faqen tonë. Nga Bajgora deri në fshatin e juaj, mirëmbrëmje.